Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim në jetën tonë. Hasani, i biri i Aliut, radiyallahu anhuma, ndryshe nipi i profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i emërtuar ndryshe Rajhani i pejgamberit, ermiri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, transmetohet se ka thënë ka mbajtur mend nga i dërguari i Allahut, pra ka mbajtur mend nga gjyshi, se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: lëra atë që të duket e dyshimt dhe pranoje, realizoje atë në të cilën nuk ke dyshim. Me drejt mund pyesim se cilat janë dobit, mësimet dhe mesazhet e përcjellura nga ky hadith i profetit ton Muhammed. Themi, ky hadith është nga shprehjet më përmbledhëse, më të thukta dhe më të urta. Në hadith shfaqet klasifikimi i çështjeve, ose të dyshimta, ose të qarta, dhe vendimi fetar rreth tyre, ose distancimi, ose realizimi. Pra, çështjet e dyshimta largohu nga ata, dhe çështjet e sigurta dhe të qarta realizoi dhe përmbushi. Mesazhi i hadithit ton tregon se duhet të largohemi nga gjithçka që është me dyshim, edhe nëse është e lejuar në vetvete. Gjërat e dyshimta, mendime, fjalë apo veprime qofshin, ta prishin qetësinë e shpirtit, ta stresojnë mendjen, ta marakosin zemrën dhe të smurin me fiksime. Shumë herë bijem në dilemë, filan veprim, a është sunet apo bidat? Largohu. Shumë herë diskutojmë me vetveten tonë, a është halal kjo çështje apo haram? Distancoju. Le të angazhohemi vetëm me diçka që jemi të bindur se është e drejtë dhe e lejuar. Jo vetëm në çështjet fetare, por ndoshta edhe në raportet me njerëzit, mund të vlej ky parim profetik, ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Fjala vjen, për shembull, në një marrëdhënie pune, ke ofertë nga një njeri që ke dyshim. Ke dyshim në kapacitetin e tij, ke dyshim në sinqeritetin e tij. Prandaj, çfarë të bëj? Largohu dhe mos rri peng i çytjeve të shejtanit. Për efekt sigurie nga gjunahu, kërkohet që të qëndrojmë larg nga kufiri i të lejuares, që të mos shkelim haramin. Për efekt sigurie nga vezveset, gjithashtu largohemi nga iluzionet, fiksimet dhe hamendjet. Kushdo që ruhet nga çështjet e dyshimta, ai ka ruajtur fenë e tij, ka ruajtur autoritetin e tij dhe ka ruajtur dinjitetin e tij. Çfarë duhet të kemi parasysh? Duhet të bëjmë dallim ndërmjet tre gjendjeve: dyshimet pas realizimit të veprimit, gjendja e dytë, dyshimet gjatë kryerjes së një veprimi, dhe gjendja e tretë, dyshimet e një personi që është vezveseli. Le ta trajtojmë me gjatë gjithsecilën gjendje nga këto gjendje që sapo i cekëm. Dyshimi pas realizimit të veprimit, për shembull, nëse një person, fjala vjen, një person e kryen umren ose e kryen haxhin, e kryen ritualin e tawafit rreth Ka'bes, dhe masi që e përfundon ritualin, fillon dhe dyshon: me duket se kam lënë një xhiro nga tawafi mangut. Ose, në një shembull tjetër, nëse një person fal namazin, dhe pasi e përfundon namazin, fillon me fiksime: me duket se kam lënë një rekat mangut. Ose një shembull tjetër, nëse një person pastrohet në abdeshane dhe merr abdes, pastaj del që të falet dhe fillon me luhatje: me duket se nuk e kam larë krahun gjatë abdesit. Në këtë rast të themi,
mos ju bind dhe mos ju nënshtro dyshimeve të tilla. Vazhdo aktivitetin dhe mos u luhat në veprimet tuaja. Nëse bindesh se diçka ke lënë mangut, atëherë përsërite dhe plotësoje atë adhurim. Në mungesë të bindjes, mos i merr në konsiderat dyshimet. Parimi juridik lidhur me këtë çështje thot, bindja nuk zhbëhet nga dyshimi. Bindja nuk zhbëhet nga dyshimi. Gjendja dytë. Dyshimet gjatë kryerjes së veprimit. Nëse je në adhurim e sipër dhe dyshon nëse ke falur 3 apo 4 rekat, ose dyshon ki bër 6 apo 7 rrotullime rreth Qabes, atëherë marrim numrin më të vogël të rekatëve dhe e shtojmë edhe një rekat tjetër. Marrim numrin më të vogël të xhirove rreth Qabes dhe e shtojmë edhe një xhiro tjetër. Pra në gjendjen e dytë, nëse dyshojmë gjatë kryerjes së veprimit, marrim numrin më të sigurt, marrim alternativen më të sigurt dhe e shtojmë edhe e plotësojmë dhe e përmbushim atë çfarë mendojmë se kemi lënë mangut. Gjendja e tretë janë dyshimet e një personi i cili mund quhet vesveseli. Nëse dikush është vesveseli, është i sëmur nga fiksimet, dyshimi i tij nuk merret në konsiderat fetarisht. Themi se adhurimi i një personi të tillë është në rregull, i themi këtij personi të vazhdo aktivitetin ditor dhe ka përceje këtë gjendje. Si për shembull, ndodh një person i cili është me vezvese, pasi del nga dushi, dyshon, a kam larë shpinën apo nuk e kam larë shpinën. Dyshimi është në mendjen e tij dhe nuk është në saktësinë e guslit të tij. Shenjë e devotshmërisë dhe e përkushtimit është distancimi nga çështjet e dyshimta. Largimi nga çështjet haram është detyrë e padiskutueshme. Ndërsa shmangja nga çështjet e dyshimta është një shkallë më e lartë drejt përsosjes shpirtërore. Kjo shkallë e lartë shpirtërore i ka hije një personi i cili tregohet korrekt me detyrat fetare dhe qëndron larg haramit. Përndryshe, bëhet i shtrejt në krunde dhe i lirë në miell. Pra, një person i cili është i zhytur në haram gjatë gjithë ditës dhe pastaj tregohet i kujdesshëm ndaj një çështje të dyshimt, kjo kujdesi e tij nuk i ka hije, nuk i shkon për shtat. Njeriu duhet të tregohet më i kujdesshëm ndaj haramit sesa ndaj një çështje të dyshimt. Ai person i cili tregohet i kujdesshëm ndaj haramit, i ka hije edhe kujdesia ndaj një çështjeje të dyshimt. Tregohet rasti i Abdullah ibn Omerit radiallahu anhuma, një nga sahabët e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur dikush nga banorët e Irakut e pyeti nëse muhrimi mund t'i vriste insektet apo mizat. Muhrimi është gjendja e një personi të angazhuar me ritualin e haxhit apo të umrës. Gjatë ritualit të haxhit dhe të umrës, kur individi është në gjendjen e muhrimit, distancohet nga disa veprime që në jetën e përditshme i ka të lejuara. Tani një person vjen dhe e pyet Ibn Omerin radiallahu anhu, ama ky person nga banorët e Irakut vjen dhe i thot, a mund t'i mysim mizat, a mund t'i mysim mushkanjat, a mund t'i mysim insektet? Dhe Ibn Omeri radiallahu anhu i habitur ju përgjigj. Irakianët më pyesin për vrasjen e mizave, ndërkohë që kanë vrarë nipin e pejgamberit Hysenin. Pra, një person i cili ka derdhur gjakun e një individit dhe nuk është treguar i ruajtur në këtë veprim, në këtë krim, nuk i ka hije të interesohet për derdhjen e gjakut të një mize apo të një insekti. Imam Bishr el-Harith, nga kuloset e ummetit ton, i vdekur në vitin 227 hijri, në një rast pyetet për një person të martuar, të cilin nëna e tij e urdhëron ta shkurzoj bashkëshorten. Bishri përgjigjet: nëse personi
është djalë korrekt ndaj nënës së tij në çdo çështje, atëherë le t'i bindet asaj edhe në këtë kërkesë. Ama nëse dëshiron të tregohet i përpikt me nënën vetëm në zgjidhjen e martesës, e pastaj të sillet keq me nënën aq sa edhe ta godas atë, atëherë të mos e realizojë kërkesën e saj. Nuk i ka hije kjo kujdesi në këtë porosi të nënës. Gjithashtu duhet të kemi parasysh se nuk kërkohet nga besimtari të largohet nga hallalleku i dynjas dhe të privohet nga të mirat e saj, përveç rasteve kur ato bëhen pengesë për detyrimet ndaj Allahut, ndaj vetvetes ose ndaj familjes. Në çështje të diskutueshme mes dietarëve, parimisht ne ndjekum me të sigurtën atë që është më larg haramit dhe vezveseve. Në një çështje të diskutueshme mes dietarëve ndjekum atë çështje e cila është më e afërt me argumentet fetare, pra më afër fjalës së Allahut dhe sunetit pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në një çështje të diskutueshme mes dietarëve ndjekum me të përshtatshmen me frymen e shariatit. Dhe cila është fryma e shariatit? Fryma e shariatit në përgjithësi është lehtësimi i çështjeve dhe jo vështërsia e tyre. Për shembull, le të sjellim disa shembuj. Shitja e mushafit, e Kur'anit, shitja e mushafit lejohet sipas disa dietarëve dhe ndalohet nga disa dietarë të tjerë. Për dal nga ky diskutim, themi, dhuroje mushafin dhe mos e shit atë. Një shembull tjetër. Kryerja e nevojave fiziologjike në drejtim të kiblës, përtej diskutimit të dietarëve se është e ndaluar rrepsisht apo është e papëlqyeshme apo është një vendim fetar i shfuqizuar apo lejohet në raste të caktuara dhe nuk lejohet në raste të tjera, përtej këtij diskutimi ne këshillojmë dhe themi ndalohet në shenjë respekti ndaj Qabes. Një shembull tjetër. Gjumi e prish abdesin. Kotja nuk e prish abdesin. Tani, diskutimi mes dietarëve se gjumi i thellë apo gjumi i shtrirë, cili nga këto lloje gjumish e prish abdesin, themi dhe këshillojmë del nga ky diskutim përderisa ky fjetër shko dhe ripërsërite ose shko dhe merr abdes për së pari. Gjithashtu, një shembull tjetër, pirja e ujit në këmbë lejohet sipas disa dietarëve dhe nuk lejohet, është një veprim i qortuar sipas disa dietarëve të tjerë. Themi, dil nga ky diskutim. Pije ujin ndenjur sepse është më e mirë si në aspektin shëndetësor, ashtu dhe në aspektin fetar. Shumë pije apo ushqime janë të diskutueshme në mesin e dietarëve, janë të lejuara apo të ndaluara. Por këto ushqime nuk janë të domosdoshme dhe ka alternativa të ngjashme plot nga hallalli, prandaj largoju nga këto çështje të diskutueshme në mesin e dietarëve. Duke shpresuar që të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lënë amanetin e Allahut subhanahu wa taala, fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.